Mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon yjet për 12 qenjat e zodiakut për ditën e mërkur, 26 gusht 2026. Na lini komentet tuaja dhe faleminderit që na ndiqni. Dashi, 26 gushti dash, sjell për ty një energji të fortë dhe vendimtare. Në punë mund të ndihesh gati për të marrë një përgjegjësi të re ose për të treguar aftësitë e tua. Mos u nxito të reagosh ndaj kritikave. Këtë të mërkur fiton ai që ruan qetësinë. Në financa, bëj kujdes me shpenzimet e paplanifikuara. Një mundësi e vogël mund të hap rrugën për një përfitim më të madh në ditët në vazhdim. Në dashuri, nëse je në një lidhje, një bisedë e sinqertë mund të të largojë një keq kuptim. Beqarët mund të marrin një mesazh të papritur. Dëgjoni intuitën, por mos merrni vendime vetëm nga emocionet dash. Demi. Për ju Dem, 26 gushti është një ditë për të vendosur rregull dhe stabilitet. Në punë mund të përfundosin detyrat që të ka lodhur prej kohës. Përpjekjet e tua po vihen re, edhe nëse rezultatet nuk kanë ardhur ende. Në financa, dita favorizon planifikimin dhe kursimin. Shmang blerjet vetëm për të kënaqur një dëshirë momentale. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe ngrohtësi nga ana jote. Mos e lër krenarin të krijojë distancë. Nëse je beqar, dikush që të njeh prej kohës mund të tregojë interes më të madh. Këtë të mërkur ec ngadalë, po me siguri. Binjakët. 26 gushti sjell lëvizje dhe komunikim për ju binjak. Në punë, telefonatat, mesazhet dhe bisedat do të jenë të rëndësishme. Mund të marrësh një informacion që ndryshon mënyrën se si e shikon një situatë profesionale. Mos premto më shumë se sa mund të realizosh. Në financa, një pagesë ose një shpenzim i papritur mund të të shqetësojë, por situata mund të menaxhohet me kujdes. Në dashuri, fjalët e tua kanë shumë ndikim këtë të mërkur. Nëse je në një lidhje, fol hapur për atë që dëshiron. Beqarët mund të përjetojnë një flirt interesant përmes komunikimit ose rrjeteve sociale. Një mesazh mund të sjellë një surprizë. Gaforia. Kjo ditë sjell më shumë ndjeshmëri, por edhe qartësi emocionale për ju gafore. Në punë, mos lejo që problemet e të tjerëve të ndikojnë në përqendrimin tënd. Ke shumë për të bërë dhe është koha të vendosësh kufij. Në financa, situata duket të qëndrueshme, por duhet të mendosh më gjatë për një blerje të madhe. Në dashuri, mund të ndjesh nevojën për siguri dhe për kushtim. Nëse je në një lidhje, një moment i qetë me partnerin mund të afrojë shumë zemrat tuaja. Nëse je beqar, mos u kthe dikush vetëm sepse të mungon. Këtë të mërkur duhet të dallosh mes nostalgjisë dhe dashurisë së vërtet. Luani. Luan, ndodhet në një moment ku dëshira për të shkëlqyer është shumë e fortë. Në punë mund të marrësh vëmendjen që ke kërkuar dhe dikush mund të vlerësojë një ide tënde. Megjithatë, mos u përfshi në konkurrenca të panevojshme. Në financa mund të kesh një mundësi për të përmirësuar të ardhurat, por kërko detajet përpara se të thuash po. Në dashuri, magnetizimi yt është i fortë. Nëse je në një lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë kohë vetëm për ju të dy. Beqarët mund të tërheqin një person shumë interesant. Mos ndiq gjithmonë atë që duket më e bukur, shiko edhe atë që të sjell qetësi. Vigjiresha. 26 gushti të sjell dëshirën për të rregulluar diçka e dashur vigjiresh. Në punë, je në elementin tënd, organizim, përqendrim dhe vëmendje ndaj detajeve. Mund të zbulosh një gabim që të tjerët nuk e kanë vënë re. Në financa, është një ditë e mirë për të kontrolluar buxhetin dhe për të eliminuar një shpenzim të panevojshëm. Në dashuri, mos kërko përsosmërinë te partneri. Ndonjëherë një marrëdhënie e mirë ka nevojë për mirëkuptim, jo për analiza të pafundme. Beqarët mund të njohin dikë përmes punës ose një aktiviteti të përditshëm. Një lidhje që fillon ngadalë mund të bëhet më e rëndësishme nga sa e mendon vigjiresh. Peshore, këtë të mërkur, kërkon ekuilibër, por dikush mund të vendosë përpara një zgjedhjeje. Në punë, mos u përpiq të kënaqësh të gjithë. Duhet të mbrosh idetë dhe interesat e tua. Një vendim profesional mund të kërkojë më shumë guxim. Në financa, shmang huadhënjet dhe shpenzimet emocionale. Ruaj atë që ke fituar. Në dashuri, energjia është romantike. Nëse je në një lidhje, mund të bëni plane për të ardhmen ose të diskutoni një ndryshim të rëndësishëm. Beqarët mund të kenë një takim që duket shumë premtues. Mos kërko përgjigje të menjëhershme, lëre personin të tregojë me veprime se çfarë dëshiron. Akrepi.
Akrepi ka një ditë të fuqishme dhe intuitive. Në punë mund të kuptosh se dikush nuk po tregon gjithçka. Mos u përfshin në konflikte, përdore intuitën dhe prit momentin e duhur. Në financa mund të dalë një mundësi për të rregulluar një çështje të vjetër ose për të marrë një pagesë të vonuar. Në dashuri, emocionet janë intensive. Në çift mund të ketë një bisedë shumë të thellë që ndryshon marrëdhënien për mirë. Beqarët mund të tërhiqen nga një person misterios, por mos u fut në një histori ku duhet të luftosh vazhdimisht për vëmendje. Dashuria e vërtet nuk kërkon që të humbasësh veten akrep. Shigjetari. 26 gushti sjell dëshirën për të ndryshuar rutinën shigjetar. Në punë, një ide e re mund të jap motivimin që të ka munguar. Mund të mendosh për një projekt, udhëtim ose ndryshim profesional. Mos e lër entuziazmin të bëjë të neglizhosh detajet. Në financa, kujdes me shpenzimet për argëtim dhe udhëtime. Në dashuri, ke nevojë për liri, por kjo nuk do të thotë të largohesh emocionalisht. Nëse je në një lidhje, thuaj partnerit se çfarë të shqetëson. Beqarët mund të njohin dikë gjatë një daljeje ose përmes një udhëtimi. Kjo e mërkur, një aventurë e vogël mund të sjellë një kujtim të madh. Britsjapi. Këtë të mërkur, fokusi yt është tek siguria dhe e ardhmja britsjap. Në punë, përgjegjësitë janë të shumta, por ke aftësinë ti përballosh. Dikush mund të kërkojë ndihmën tënde dhe kjo mund të rrisë reputacionin profesional. Në financa është momenti i mirë për të bërë plane afatgjata. Mos kërko fitime të shpejta, stabiliteti është më i rëndësishëm. Në dashuri, mund të dukesh pak i ftohtë, edhe pse brenda vetes ndjen shumë. Nëse je në një lidhje, shpreh dashurinë më hapur. Beqarët mund të tërhiqen nga një person serioz dhe i qëndrueshëm. Ajo që fillon me besim mund të zgjasë gjatë. Ujori. 26 gushti mund të sjellë një ide të re që të ndryshojë planet ujor. Në punë, mos ke frikë të mendosh ndryshe nga të tjerët. Një propozim i pazakont mund të jetë pikërisht ai që të nevojitet. Në financa, smang vendimet e nxituara dhe mos u beso premtimeve shumë të bukura. Në dashuri, ke nevojë për hapësirë, por edhe për një lidhje ku mund të jesh vetvetja. Nëse je në çift, një bisedë për të ardhmen mund të sjellë qartësi. Beqarët mund të takojnë dikë krejt ndryshe nga tipat që zakonisht të tërheqin. Jepi një mundësi të papriturës ujor. Peshqit. 26 gushti. Intuita jote është shumë e fortë peshq. Në punë mund të ndjesh se diçka po ndryshon, edhe pse ende nuk e prova të qarta. Mos u shqetëso, vazhdo të bësh punën tënde dhe prit informacionin e duhur. Në financa, kontrollo mirë çdo pagesë dhe mos haro një detyrim të vogël. Në dashuri, zemra kërkon siguri dhe sinqeritet. Nëse je në një lidhje, mund të afroheni përmes një bisede nga zemra. Beqarët mund të kenë një rikthim nga e kaluara ose një mesazh që zgjon emocione të vjetra. Para se të hapësh përsëri një derë, pyet veten nëse ajo histori të solli lumturi apo vetëm pritje.